Fundjavat ndrohen her pas here dhe tani që është sina e verës të gjithë mendojmë se ku do t'i kalojmë ato. Dhe në emisionin tonë Fundjava në Velipoja Grand Europa Resort do të përfshihen momente të magjishme për të gjithë ata që dëshirojnë të japin një kuptim tjetër pushimeve të tyre. Të shkojnë në një destinacion ku kanë mundësi të vizitojnë gjëra shumë interesante, të relaksohen, të shijojnë një ushqim dhe një gatim perfekt dhe të qëndrojnë më shumë se sa një ditë. Dhe ku ndodh kjo në Velipoja Grand Europa Resort? Ndodhemi në rrugën numër 1 në Velipoj. Resorti gjendet mjaft kollaj, ka lehtësi për të ardhur këtu pa përfunduar në kaosin që do ofron pjesa qendrore e plazhit. Mbajini mend, rruga numër 1 në Velipoj, në krahun tim të djathtë ndodhet resorti. Ja ku ndodhemi në Velipoja Grand Europa Resort. Është një udhim që do të zgjas për javë të tëra, ku në çdo puntat që ne do të realizojmë së bashku me kolegen time Sidola Osja do të sjellim gjëra shumë interesante dhe një sugjerim i mirë për të gjithë ata pushues që na ndjekin jo vetëm në Shkodër, jo vetëm në Shqipëri, po atje ku shikohen edhe përmes rrjeteve sociale të gjitha transmetimet e emisionit Fundjava në Resort. Na ndiqni çdo të diel në ekranin e TV1 Channel. Hajdeni me mua. Edhe kur temperaturat janë shumë të larta, muaji korrik dhe gusht jemi në kulmin e verës, vjen në resort dhe provon një thatë jashtëzakonshëm. Një aromë shumë të këndshme që e sedhin jo vetëm pishat që krijojnë atë mushkri të gjelbër që do e donim të gjithë për të pasur një shëndet shumë të mirë, por edhe gjitha redimi apo të gjitha mbjelljet e pemëve dhe gjelbërimi që ndodhen këtu. Domethënë janë shumë çlodhës për syrin e çdo vizitori. Do vijojmë më tej për të tjera detaje të vogla që e përbëjnë Velipoja Grand Europa Resort. Vizitorët që vinë në Velipoja Grand Europa Resort janë të shumtë dhe më vjen mirë që me syre nuk janë vetëm ata që zgjedhin të qëndrojnë në sheslon dhe pastaj të mbyllen në dhomat e tyre, por sjellin edhe mjetet e lundrimit me vete sepse mendojnë që një ditë është e pamjaftueshme për të ardhur këtu. Një mjet i tillë të jep mundësinë që të argëtohesh edhe më shumë. Është shumë e rëndësishme atje ku shkon dhe pushon të gjesh një pastërti dhe që të jetë pastërtia duhet jenë edhe mjetet në dispozicion, koshët e mbeturinave janë përgjatë gjithë territorit në resort. Nga ana tjetër është shumë e rëndësishme që të jetë edhe kultura, ndërgjegjësimi dhe në këtë prizëm besoj që jemi duke ecur mirë në shqiptarët. Gjithsesi kosha duhen. Do t'ju tregoj një sekret, nëse dëshironi të dini se cila është pika më e freskët në resort, është pikërisht kjo ku ndodhem unë, ku ndodhen kolonat. Sepse që në momentin që u ndërtua projekti i resortit, u vendos që këto kolona të vendoseshin kaq të larta dhe në këtë hapësirën këtu pasi krijojnë një korridor rrymash të freskëta dhe që e ajrosin të gjitha godinat e resortit. Dhe prandaj unë them që kjo është pika më e freskët për gjithë ata që nuk e durojnë dot të nxehtin dhe duan një super fresk, hajde qëndroni një copë herë këtu, sepse është me të vërtetë shumë këndshëm, shumë bukur. Dhe mund të vijohet më pas me gjitha planet tuaja, po hajdeni provojmë çik të freskun, se është jashtëzakonshëm. Çfarë vendi i Kosovës? Jam komunë e Prizrenit. Jem këtu që 10 vite në Velipoj. 10 vite në Velipoj? Në Velipoj. Jem njerëz shumë të lumtur. Janë disa gjëra që me desht populli i rregullon, se këtu nuk ka asnjë gabim, po gabimet i kem na, se ambientin nuk e respektojmë. Unë e respektoj, po... Te pastërtia, te zhurma, apo te pastërtia, mas shumë, ti pak te zhurma. Problemi është pse i gjujnë
shka i thëni Shqipërisë, kanaqet? Kanaqet i hedhin tokë, ë? I hedhin tokë, letrat, janë gjona që shumë të vogla, po e prishin shumë ambientin. E kjem unë pengon. Po, jam shumë kurioztare që the kam 10 vjet këtu. Jam, po. Dhe ti ke një hyrje që e ke blerë tënde këtu, apo vjen me pushime? Pra ti ke një banesë tënde që ke zgjedhur. Kem banesë tonën, po. Edhe je kënaqur për 10 viteve këtu, çfarë të pëlqen te resorti? Vi prej Suedie për çdo vit me krejt familjen komplet. Sa është familja jote për të krijuar një ide? Sa vite? Musafir, unë i kam 4 fëmijë, i kam të rritun, i kam të martum. Vjen dhe mysafir të tjerë dhe ata nga Suedia, Kosova. Vjen nga Suedia plot. Edhe qëndroni sa kohë këtu? 6 javë, 7 javë, më varet që shikim pushimet. Do me thënë ti e kalon shumë mirë çdo vit, 6 dhe në 7 javë në resort, sepse alternon. Shkon bën banjo dielli, pastaj çfarë bën? Si e kalon ditën në resort? Gatuj, pregaditi, ju servoj familjes, pushojmë, bisedojmë. Na pëlqejnë njerëzit, na pëlqen natyra, na pëlqen gjithçka përveç populli nuk është i aftë sa duhet. S'jam ka flas veç për shqiptarët e Shqipërisë, po dhe të Kosovës. Këtu do të me konë çdo njeri, çdo lëvizje e vogël që she gabim, nuk thehet shpina më ule me kape me çu ku duhet te mbetorinat. Që mos thehet shpina fare, po mos e hedh fare. Hedh dikush, po që dikush do të me largu. Po këtu ajo më pengon shumë. Okej, unë të uroj pushime sa më të mbare këtu, ta kalor sa më mirë dhe sa më shumë të na vinë vëllezërit e motrat tona nga Kosova. Inshallah kem fat, e vim për çdo vit, edhe bëhet mirë, ma mirë. Inshallah vedisohen populli. Sa kohë ke që punon taksi? Po punoj nga 6 vjet. Okej, përgjithsisht ata që zgjedhin të vinë në resort nga i merr? Nga kryesisht nga Tirana. Kryesisht nga Tirana. Pra janë klientel që vijnë nga Tirana enkas për të ardhur në resort. Janë edhe nga ata të diasporës që vijnë në Tiranë, për shembull që kanë ikë jashtë. Edhe vijnë në Tiranë dhe detyrimisht këtu më preferohet, Velpoja është vendi më i preferueshëm. Përgjithsisht një taksigjist thuhet që është një psikolog shumë i mirë. Ata që vijnë përgjithsisht si të duket, kështu standardi i jetës së tyre që vijnë këtu për të ardhur në resort. Po, standardi mbi mesataren. Mbi mesataren ata që vinë. Mbi mesataren, patjetër. Okej, janë familjar kryesisht çift, moshat familjar, kryesisht çifte të reja. A çifte të reja që vinë? Po, që vinë normal. Preferohet shumë dhe të ndodh që e lën një çift dhe pastaj vjen edhe e merr prap. Po, patjetër. Lejmë atë, po bim tjetër dhe morëm prap atë. Okej, sa shpesh bën rrugën për të ardhur deri këtu? Gjatë javës. Po vim 2 herë në javë. A 2 herë në javë? Po ne jemi shumë taksi, detyrimisht janë shumë taksi, nuk jemi mbi radha vetëm mu, po ka edhe shumë tjerë se ne si firmë luksi është firma numër 1 në Shqipëri sot për sot. Dhe ne punojmë gjithë Shqipërinë. Jemi shumë të kënaqur me punën, me klientët, me probleme rrugën ku cili segmenti rrugës është problemi? Ne thamë drejtën problemi Lezhës. Shumë. Nga Uramatit deri në daljet Lezhës. Aty është një problem. Është shumë problem. Po në Shkodër ka një përmirësim të lehtë aty po shkalas, si të duk apo dhe aty e ke? Prap kalohet ajo është pak. Është pak. Nësa kjo e Lezhës nga Uramatit deri daljesh në Lezhë është një katastrofë, më thënë drejtën. Po preferojmë shumë futemi rrugës vjetër, shkojmë Milote, kalojmë rrugës vjetër, po prap edhe ajo është mbi ngarkesë. Po edhe ajo mbi ngarkesë. Se ka ngarkesë e vjen në Kosovë. Jemi në vendin ku do e quaja zemra e resortit Velipoja Grande Europa Resort. Sepse ndodhet jo vetëm hoteleria, por edhe restoranti. Nëse pjesa më e madhe godinave këtu janë apartamentet të cilat janë shitur tashmë në pjesën më të madhe të tyre, pothuajse gjitha janë shitur, ne do të qëndrojmë tek ajo pjesë që pret vazhdimisht vizitorë, jo vetëm ata që banojnë këtu, por dhe të tjerë që bëjnë rrugë për të ardhur, ashtu siç e tha edhe zotria pak më përpara që punonte taksist, dhe vinë dhe shijojnë hotelin 1 natë, 2 netë, apo dhe më shumë, por ka dhe shumë surprizat të tjera. Ne do i marrim të gjitha shërbimet me radhë, prandaj na ndiqni në këtë reportazh që i dedikohet pikërisht fundjavës tuaj. Pas erdhi një familje plotë, si jeni? Mësuam që janë nga Kosova? Okej, ju përshëndet zotri. Nga që vendi Kosovës jenë? Nga Prishtina. Nga Prishtina. Po. Është hera parë që vjen resort apo jo? Hera tretë.
Hera e tretë që do thotë ti e ke pëlqyer 2 herë dhe ja ku erdhe e treta e vërteta. Çfarë të pëlqen? Më thuaj nga ato që të pëlqejnë, që ty të bëjnë të vish këtu. Më pëlqen uji dhe zhavori. Përndryshe. Rëra, se kur e dëgjojmë ne zhavori themi bobo. Përndryshe. Ke ardhur bashkë me familjen tënde, umre? Sa vite jeni, sa antar? Po 5 veta. 5 veta. Dhe sa do qëndroni? Po 30 ditë. 3 ditë. Po 30 ditë, 5 Okej. ditë. Prishtina nuk është aq larg, tashmë rrugët janë bërë dhe ne fluturojmë me makinat tona për shkuar deri atje. Okej, ju jetoni në Prishtinë dhe nuk është se vini nga emigrimi për të jeton në Prishtinë. Me profesion u bëra shumë kryeshtar. Ekonomist. Ekonomist. Ama që e bëni ekonominë shumë mirë dhe atë familjare. Po. Për ta ardhur Si duket. 3 ditë do qëndroni këtu apo e alternoni me vizita në Shkodër? Do shkojmë ka të kthejmë në Shkodër, pak në vizitë drejt, kështu. Okej. Kërmas. Shikoni dhe ato gjërat e bukura që ofron Se kam qytetin. pesta që jetojnë në Francë dhe pak le ta vizitojnë Shkodër. Do kalon në Zafës. Se sa mirë. Jo pak kulturë dhe thjesht le ta dinë çfarë vend është Shqipëria. Unë të uroj ta kalor sa më mirë. Faleminderit. Të kënaqen edhe ato vajzat që të shoqëronin. Shumë faleminderit. Ju përshëndes. Okej, nga ju kemi? Nga Suedia, këna ardhur me pushime këtu. Jeni nga Shkodra. Po pyesin sa shkodran, po mundohen që t'ju njohin, nuk e di nëse keni humbur lidhjet me Shkodrën, po cila lagje Shkodrës jeni ju? Unë jam prej Skënderbegut, kurse kjo është prej Milotit. Jam, po. Po, Po jetojmë në Suedi. okej, 14 zonja? vjet. Unë jam nga Lezhë. Nga Lezhë, për ne jemi një Shkodran, një Lezhjane dhe një nga Miloti. Sa kohë keni në Suedi? 30 vjetë. 30 vite? 35. 35 andaj? Si çdo të thotë, jetosh 35 vite në Suedi. Do me thënë, çfarë ndryshimi keni vënë re te vetja? Shim ekonomik, Ekonomiko fizik. është mirë, po, është zgjidhur mirë, po, ekonomiko. Po. Okej, po kjo çështja si individ, Sociale, tana janë të rregull shumë më mirë se sa si shikoni nga Suedia largët ju Shqipërinë? Do me thënë si një vend për pushime apo si një vend? Ja, vend pa arë me jetu, me taku njerëzit kështu. E kuptoj. Po, sa është larg, nuk ka shumë larg. Po ato gurët e se Gurët nuk e puthim, por ajo do në atë mas, do me thënë jeni Ja. integruar në jetë atje, keni po, ndërtuar vetëm Shqipëria është në zemër gjithmonë. Po patjetër, derisa je këtu se ti me paratë e Suedisë mund të shkojë edhe ndonjë Spanjë apo ndonjë vend Unë shkoj, tjetër. po përpara Shqipënisë nuk zgjedhja asnjë Okej, tjetër. pra është zemra që na sjell këtu. Po arsyet e tjera që vini resort. Si ju duket? Do me thënë ardhje këtu. Është hera parë që vini apo keni ardhur herë të tjera? Jo, kena ardhur është 5 herë tash. Sa herë? Këtu, Këtu. këtu. Se Pra, Shqipëni nuk vim çdo vit. përzitet njeriu të vi 5 herë te njëjti resort. Jo, përkundrazi. Jo. Shetisim, prej Kushetisim, krejt Shqipëri, sërim. Keni banesë këtu? Po. Keni dhe banesë, Keni pra banesë, keni dhe një arsye, e keni parë investimin më të qëndrueshëm për të qëndruar më gjatë, edhe shëtisni që do ta alternoni resorte me udhime të tjera. Disa gjëra specifike që ndjeni të kënaqur resort. Po. Cilat ju pëlqejnë më shumë? Shumë ju do ta vlerësoni që resorti ka këtë gjë. Ambienti, pastërtia, edhe shërbimet janë të mira këtu me krahasu në shumë vende tjera. Të njëjtën gjëra? Okej, të gjitha. Na duhen fotografi shumë bukura i tash i bën. Shef më të lezhat e thonë që ko hajde një shurje, nuk e do të gabim. Ja. Ja kaloni sa më mirë, po shumë Faleminderit, shumë faleminderit. Jemi shumë të interesuar për të gjitha ata që vinë në resort. Jemi edhe kureshtar shumë se nga janë ata, nga vinë, edhe duam të dimë edhe procedura. Për shembull, nëse nesër na qellon të vinë në resort, çfarë procedurash duhet të kemi paraprakisht kur ndalemi te recepsioni? Por i marrim gjërat me radhë. Ata që vinë më shumë nga janë këtu. Atëherë, përshëndetje, mirë se erdhët. Ata që vinë më shumë janë klientët nga Polonia dhe nga Çekia. Kemi dy grupe shumë të mëdha, të cilët janë të njohura ndërkombëtarisht, siç është TUI nga Polanda dhe gjithashtu edhe Exim Tour që është nga Çekia.
Ato ishte një, po e quaj risi këtij viti, risi e këtij viti, apo vitet e tjera kanë dominuar komsi të tjera? Atëherë në risia e këtij vitit është gjithashtu edhe agjencia e Tuit, pra agjencia polake, ndërsa vitet e tjera, vitin e kaluar dhe siç e kemi edhe këtë vit, kemi agjencinë Çete, Elzim Tour, të cilët në mënyrë të vazhdueshme janë paketa all inclusive, vinë në mënyrë të vazhdueshme, vinë grupe dhe ikin grupen gjatë gjithë kohës. Tani që është ky bashkëpunim i promovimit midis nesh edhe atyre dhe kështu dhe ata kënaqen, por dhe ne na shkon puna mbar. Patjetër. Pjesa tjetër e mbetur, ne jemi gjithashtu të afiliuar nga Melia. Pjesa tjetër e mbetur janë të gjitha të cilët vinë ose nga kanalet e Melias vet, siç është Booking, Expedia, kanale të ndryshme, nga Melia Channel, siç e dim që është një nga më të mëdhajet në botë, dhe ato sjellin gjithashtu komsi të ndryshme, por edhe shumë shqiptar nga Maqedonia, shqiptar nga Kosova, si gjithmonë, klientat të cilët tek ne janë klienta shumë besnik që vinë vit pas viti, ndoshta disa prej tyre edhe mund t'i gjeni nëpër intervista, të cilët janë në mënyrë të vazhdueshme për çdo vit afërsisht, që nga hapja. Kam një pyetje drejt për drejt, se ne shqiptar gjithë duam, sa përqind janë shqiptar, sa përqind janë me pasaportat huaja. Nëse do të krijojmë një mini imagjinat, kështu, do të thonë nisu nga eksperienca që keni ju në recepcion, mandaj një përqindje, sa kemi shqiptar dhe sa janë të huaj. Atëherë shqiptar 1%, mund të them 20%. Janë shqiptar. Nuk janë më shumë se sa 20%, të gjithë janë të huaj. Për shkak se kemi shumë të huaj, kemi shumë agjenci të huaja, klientë të huaj, po. Sidomos ata pa prenotim që detyrohen të kthehen mbrapsht? Po, është e vërtet. Sidomos tani që jemi futur në ato që quhet high season, në sezonin e tani jemi plot. Po. Tani jemi plot me dhoma të rezervuara, kemi gjithashtu patjetër kemi rezervimet përmes numrave tonë të kontaktit, rezervimet në desk, por plus edhe rrjetet sociale për gjithë ata shqiptarët që i kërkojnë një çiftë, Facebooku, patjetër, të gjithë numrat tonë janë të afishuar në rrjetet tona sociale. Kemi kërkesa nga shqiptarët, por edhe nga të huajt, edhe përmes numrave direkt. Okej, vjen një vizitor, ja si që erdhi zotëria. Zotëria është general menageri jonë. Okej. Dhe do ta pyesim pak më vonë edhe zotërin se si ka ecur qoftë nga plani i tij, por nëse vjen një vizitor këtu, cilat janë disa nga procedurat që duhet i plotsoj tek ju? Patjetër, atëherë si fillim ne patjetër prezantojmë paketat all inclusive, të cilat për momentin i kemi në shërbim të klientave, edhe të klientave të rastit, të klientave përmes jo vetëm përmes agjencive, pra. I kemi më pas ne vazhdojmë me ato procedurat tona, me ato vendosim një parafatur fillimisht, ku tregojmë totalin e përgjithshëm, më pas tregojmë edhe dhomën, në qoftë se klientët janë dakord patjetër më pas me vazhdu për mëtej. Dhe vazhdojmë me formularët, me pagesat, me skanimet e pasaportave, kartave të identitetit, procedurat e zakonshme. Okej, pra nuk ka ndonjë pengesë, gjërat kryen në një kohë rekord, fushuesit ashtu siç kanë ardhur të lodhur nga rruga, akomodohen te dhoma që kanë gjetur. Patjetër, check-in është pas orës 3, check-out është në orën 11. Ne nga ana jonë si resort ju lejojmë pas check-outit, ju lejojmë edhe përdorimin e pishinave dhe plazhit pa kosto ekstra. Gjithashtu edhe nëse ato vinë përpara check-init, përsëri ju lejojmë përdorimin e pishinave dhe plazhit pa kosto, pra edhe nëse vinë para orës 3. Dhe sidomos nëse ata kanë dhomën gati, patjetër mund të akomodohen brenda dhomës. Okej, ka nga ata, unë prapë kam të pyetjen kështu drejt për drejta, që e krahasojnë veriun me jugun. Si paraqitet raporti i çmimeve veri-jug për sa i përket resorteve të këtij niveli? Atëherë, siç e thatë edhe ju vetë, resortet e nivelit, të cilët vinë në paketat i kemi fikse. Janë pakete me çmime fikse, por normalisht që kemi një diferencë në krahasim me çmimet e jugut. Më të madhe apo më të vogël? Më të vogël. Okej, do doja shumë të shikoja një nga dhomat, për të treguar gjithë teleshikuesve ata që na shohin sidomos jashtë kufive shqiptar janë shumë nga diaspora që ende nuk e kanë vendosur se ku do të kalojnë pushimet, le t'ua tregojmë përmes detajeve të këtij reportazhi çfarë do të gjejnë në resort. Po patjetër, shumë shikojmë një dhomë bashkë tani. Okej, faleminderit. Faleminderit.
Hoteli këtu sa dhoma ka gjithsej? Në këto hotel ne kemi 110 dhoma, në katin e parë kemi 32 dhoma, katin e dytë kemi 27 dhoma, 35 dhoma tek residencat që janë jashtë, katin e parë, po ashtu 16 dhoma që kemi apartamente tek kubi. Okej. Këto përmaset e këtyre dhomave si janë? Do me thonë ato ndahen në dhoma që janë familjare, suite apo si ndahen? Po, te kjo dhoma që ne do shikojmë tani është suita, që është ndër dhoma më të mëdha që kemi ne, po ashtu edhe apartamente që janë gjithashtu goxha të mëdha. Mallësitë e dhoma janë në varësi se sa persona do të shkojnë në ato dhoma, se sa njerëz do të futen në dhoma, janë familjarë, 2 persona. Okej, ata deklarojnë gjithmonë fëmijët dhe ju jepni kapacitetet. Po, patjetër. Ka përshtypjen që tani është shumë vështirë të vish rastësisht dhe të gjesh dhomë. Po, është shumë vështirë. Tani është fluksi tani, shumë dhoma, shumë pak dhoma kemi të lirshme. Për momentin hotelin kemi almost full. Okej, pra jemi në korrik, imagjinosh bëhet të ngushtë, ëh? Në ngushtë ju tani vinë ata klientët dhe thonë, jo po do ta gjeni një vend për mua. Ne mundojmë gjithmonë, mundojmë që mi ndryshu ndoshta dhomën një klienti tjetër, vetëm që se ne gjithmonë mundojmë që me mundu një klient që ja kaloj sa më mirë në hotelin tonë. Mua më bën përshtypje që ti thua të gjitha dhoma plot dhe është një qetësi e arzakonshme këtu në korridor. Po, vetëm zërin tim dëgjoj dhe zërin tënd. Ka qetësi është? Janë të kulturuar apo është izolimi shumë i mirë këtu? Me thënë drejtën, izolimi gjithashtu është shumë i mirë, por gjithë klientat që ne kemi këto janë, me thënë drejtën, shumë të sjellshëm, shumë të mirë. Nuk kemi pas asnjë problem me askënd, të sjellshëm, të shohin rrugë, bëjmë dorë si jetë, marrim pyetje, tepër të sjellshëm. Jemi në fat që kemi. I keni hapur dhe rrugën dhe miqësisë. Patjetër. Se kur dëgjojmë ne që na thot ai vjen ashtu e dia thot 5 herë që vi këtu. Po, kemi shumë klienta që vinë me vite më po, kam klienta sa është viti imi 2 që punoj këtu, klienta që i marrin vend qysh vjet që kanë ardhur e vinë përsëri. Sa mirë. Që do thotë kanë mbetur të kënaqur. Po, patjetër. Kjo është suita? Po. Fantastike, ha? Po. Dhe ngjyrat, hapësira fantastike. Sa të mëdha, domethënë këto janë të ndarë në 2 pjesë. Po. Kjo është kati parë qëndresa living room me televizorin, edhe në katin e dytë është shtrati. Edhe arredimi dhe kushtet dhe çdo gjë, po më pëlqen zakonisht. Okej. Më bën shumë përshtypje finesa e arredimit, ngjyrat që janë përdorur shumë të ngrohta për syrin, rehatia, komoditeti, edhe kam përshtypjen që është për çifte. Sepse shoh vetëm ka një krevat dopjo në pjesën sipër. Po, një krevat dopjo, kjo është vetëm për çifte. Kjo është një ndër dhomat si po thojmë më luksoze që kanë qejf që qëndresën ta kenë pak si më të bukur, më luksoze që t'ja kalojnë më mirë. Okej, kanë dhe pamje, këtë kam përshtypjen. A dit? Apo jo? Cila sy që dhon këtyre? Shikojmë. Ja, ta zbulojmë një herë së bashku. To kemi imponin nga pjesa e qendrës resortit. Po, patjetër. Por dopjo xham, asnjë zhurmë, qetësi absolute, romancë vërtet. Lum ata që martohen dhe që e zgjedhin si një suite për të kaluar muajin e mjaltit e tyre, është mrekullim. Jemi të interesuar të dim për paketën të gjitha të përfshira. Paketat të gjitha të përfshira janë të thjeshta për të kuptuar. Klienti ka të prenotuar dhomën, të gjitha shërbimet e restorantit, pra që do të thotë marrin mëngjezin, drekën dhe darkën, mund të përdorin pishinën, qëndrimin pranë detit në shezllon, mund të përdorin barin dhe të shijojnë të qetë pijen e tyre. Gjithashtu, kemi dhe animatorët që kujdesen për argëtimin e fëmijëve. Pra, aquapark dhe pishina janë brenda? L'acquapark ovviamente è incluso. Patjetër, të gjithë klientët që kanë prenotuar hotelin kanë akses për t'i përdorur ato. Persona që marrin në përdorim një shezlong, duhet të paguajnë për të? Jo, ata që kanë marrë paketën, të gjitha të përfshira, jo. Servizio completo, certo. Klientët që zgjedhin të vinë këtu, zgjedhin paketën të gjitha të përfshira apo kanë tendencën t'i ndajnë gjërat? Ne në fakt kemi bërë një ofertë shumë të mirë dhe të gjithë kanë më shumë leverdi të marrin paketën e plot, ndryshe do të duhet të shpenzojnë më shumë para. Qualsiasi tipo di problema di soldi addosso. Teleshikuesit dëshirojnë të dinë çmimin e kësaj pakete.
I prezzi variano dalla stagionalità. Çmimi varet nga periudha e sezonit. Për informacione të mëtejshme, duhet t'i drejtoheni recepcionit ose mjafton që të kontaktoni përmes numrave në dispozicion të Velipoja Grand Europa Resort dhe do t'ju informojnë për të gjitha. Faleminderit nga ju. Ju lutem. Atëherë, këtu jemi me asistentin e menaxherit kryesor në Velipoja Grand Europa Resort dhe nganjëherë na gëzon fakti që ata nuk janë shqiptar, por që vinë dhe zgjedhin të punojnë në Shqipëri dhe ndihen të kënaqur me punën që bëjmë dhe ne do donim ta menim të eksperiencë duke e pyetur zotërinë se nga ka ardhur dhe duke marrë ato emocionet e punës që sjell fakti që ti je i punësuar në një resort. E nisim nga një vetë prezantim për teleshikuesit shqiptar. Allora, io mi chiamo Luigi Barbaro. Më quajnë Luigi Barbaro. Jam drejtor kooperativi i strukturës dhe jam shumë i kënaqur që të sjell eksperiencën time të punës këtu në Shqipëri për herë të parë. Mu dha mundësia të vi këtu dhe në maj të qëndroj përgjatë gjithë sezonit veror. Merrem me kontrollin e shërbimeve në të gjithë resortin, me kamerat, pishinën, plazhin dhe recepcionin. Bashkëpunoj me menaxherin general, zotin Roberto, dhe me pronaren zonja Belma. Kemi një fluks të kënaqshëm, po vinë miq shumë të mirë, jo vetëm nga Shqipëria, por dhe vende të tjera. Shoh dhe shumë miq italian. Ka marrëdhënie të mira mes dy vendeve, Shqipërisë dhe Italisë. E vlerësoj shumë mënyrën e organizimit në resort dhe shpresoj të kemi një sezon mjaft të mirë. Nga ç'vendi i Italisë jeni? Io vengo da un paese Unë vi nga një qytet që quhet Beneveto, afër Napolit, nga zona bregdetare, që ka një turizëm tepër të zhvilluar. Dhe, siç po e thoja dhe më përpara, të vish këtu dhe të sjellësh turizëm, një eksperiencë që e kam fituar sidomos në Kub, në resortet me 5 yje, në mjaft biznese ndërkombëtare dhe eksperiencën më të madhe e kam në Itali, në zonat bregdetare të Sardenjës, Sicilisë, Kalabri e të tjerë. E vlerësoj angazhimin këtu, duke u nisur se për nga marrëdhëniet e mira mes dy popujve tonë dhe do të isha i lumtur të ndikoja në përmirësimin e shërbimeve, duke bërë mirë punën time. Nisur nga eksperienca që keni, cilat gjëra duhet të ndryshojnë në turizmin shqiptar? Allora, io penso, parlando anche con i ragazzi. E bisedoj shpesh edhe me djemt këtu në resort. Është shumë e rëndësishme që të funksionojnë shkollat e tipit të hotelerisë, ashtu siç funksionojnë tek ne. Duhet që të rinjt të shprehin mikpritjen, gentilesën kur vinë klientët, sepse ata janë kontakti i parë me nivelin dhe cilësinë e biznesit. Unë shpresoj që në Shqipëri të ngrihen kurse ku jepet ky informacion për të rinjt që punojnë në kuzhinë ose për ata që duan të punojnë në recepcione, bare apo dhe në shërbimet e pastrimit të llomave. Dhe uroj që në këtë vend kaq shumë të bukur, sezoni turistik të zgjatet edhe më shumë. Në vend që të punojmë në periudhën korrik-gusht, le ta nisim punën që në muajin qershor, korriku, gushti, shtatori, pra për 5-6 muaj. Të rinjt që vendosin ta bëjnë këtë punë, duhet ta bëjnë me pasion, me dashuri, me përgjegjshmëri dhe me kujdes të ta justifikojnë edhe cilësinë e vendit ku po punojnë, siç është Velipoja Grand Europa Resort. Faleminderit për intervistën. Faleminderit juve, faleminderit miqve të mi shqiptar. Nga ju kemi? Vin nga Ulqini. Nga Ulqini, pas keni një viziton nga Ulqini? Po. Ju që keni det plazh i vogël, plazh i madh, zgjidhni prapë të vini këtu, nuk u ngopët juve me plazh atje dhe me det atje? Shiko, çdo atmosferë e bukur është e këndshme me shiju. Special në vend që vi për çdo vjet. Këtu, në resort. Në këtë resort, era parë që kam marrë dhomën të, për 3 vjet vinë pishina, fëmija kanë kënaqësi me artë të përgjithë çdo vjet. Po më shumë ty të kanë sjellë fëmijët tu, sepse ti ke gjetur pishina ndryshe nga vendet e tjera. Unë nuk jetoj në Ulqin, unë jetoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çdo verë vinë në Ulqin me vizitu familjen, edhe për çdo verë vi to veç me kënaqë fëmijët.
Sa fëmijë ke një që ta di? 4 fëmijë, 2 cupa edhe 2 djalë. Janë të urta, janë të zhurmshëm aty në pishinë dhe ti, për shkak të shkaftësisë së tyre, ke nevojë për siguri, apo jo? Shiko, stafi është excellent. Në që se i vem not për 1 deri në 10, janë 20. Shumë respektueshëm, me të ndihmu me çdo gjë. Pal stafit, Po. ti që ndron në shezlon për 7 palçev dhe nuk bën rolin e policit kur të parë se ç'po bëjnë fëmijët atje hyjnë. S'kam nevojë se rezorti është ndrymun. Kërkush smut me dal, sidomos fëmia me dash me dal nuk e lajnë. S'ka dalje. Për këtë qetësi ja vlen që të vihet në Lesar. Po si ja. Tani ke marrë dhe një dhomë, sa do qëndrosh? Veç për një natë se kam rezervimin edhe në Tiranë. Nesër mbrëma veç për një natë kam marrë. Ta kaloj sa më mirë. Faleminderit edhe juve, ju përshëndes të gjithëve. Të ndodhesh pikërisht në këtë vend, ke ndjesinë se ndodhesh në parajs. Freskia e ujit, ambienti, alegria, çdo gjë që e formsojnë të gjithë këtë peisazh të mrekullueshëm që është për të gjithë teleshikuesit që janë duke na ndjekur dhe kam përshtypjen se do të kenë me të vërtetë shumë lakmi për të qenë këtu. Unë do t'ju sugjeroja, sepse jo vetëm thjesht do të lani në pishinë, por janë animator dhe vumrej që jo vetëm fëmijët argëtoheshin me ushtrimet që ata bënin që janë edhe shumë të mira për shëndetin, por kalohet shumë këndshëm edhe koha pikërisht në Velipoja Grande Europa Resort, por nga ana tjetër pas edhe nënat e tyre, baballarët jo fort të përfshirë, por nënat e tyre janë përfshirë për të bërë dhe ato pjesë e lojës së fëmijëve. Ja dhe një arsye më shumë nga ato që ne tham do t'ju arrëfejmë të gjitha sot në këtë reportazh që po përgatisim për të gjithë ata që dëshirojnë të kenë pushime të paharrueshme. E ku më bukur se Velipoja Grande Europa Resort e ofron këtë gjë. Io sono Daniele e vengo dall'Italia, da Milano. Quhem Daniele dhe vi nga Italia, nga Milano. Kam rreth 25-26 vite që ushtroj këtë profesion. 6 anni. Ku keni punuar më parë? Para se të vinim këtu, kemi punuar në Itali, po ashtu kemi eksperiencë në Kubë, në Maldive, Egjipt dhe kemi lëvizur mjaft. Si ju duket këtu në Shqipëri? Është hera e parë që vini? Per noi la prima volta non è semplice. Për mua është hera parë dhe nuk është aq e thjeshtë. Jemi duke u përshtatur pak nga pak me ritmin e punës dhe me gjithë klientët që vinë në këtë vend kaq të bukur, si për shembull polak, çek, shqiptar, por jemi duke kaluar mjaft mirë. Dell'Albania, ci troviamo molto bene. Shoh që fëmijët janë të mbushur me gëzim teksa ju ndjekin. Çfarë ushtrime zgjidhni t'ju bëni atyre? Noi abbiamo un piano di lavoro. Kemi një plan pune. Në mëngjes luajmë me fëmijët, i shoqërojmë ata në aquapark, jashtëzakonisht i bukur. Luajmë basketball ose volejboll me ta, apo edhe gara në trajt bilardoje me shkopinj ping-pong, pastaj në darkë kërcejmë të gjithë së bashku me fëmijët. Baby dance, quindi balliamo tutti insieme coi bambini. Shoh që pranë fëmijëve qëndrojnë edhe nënat. Ky është një rregull që ato duhet të jenë pranë apo dëshirojnë të ushtrohen së bashku me fëmijët? Jo, kjo bëhet për të gjithë. Pastaj dihet nënat që janë protektive dhe duan të jenë afër fëmijëve të tyre, dhe ndërkohë bëjnë edhe ato ushtrime. Po, baballarët ku janë? Il padri sono al bar. Baballarët janë në bar. Sa persona jeni në dispozicion të fëmijëve? Ne jemi dy, kolegja ime merret direkt me realizimin e ushtrimeve, kurse unë me organizimin e lojrave dhe kohës. Ju jeni këtu çdo ditë të javës në shërbim të fëmijëve, pra ka argëtim çdo ditë? Ne jemi këtu çdo ditë, nga hëna deri të dielën, nga ora 10 deri në orën 17. Fino alle 17:18.
Kështu që të gjithë ata që dëshirojnë që të vinë dhe që mendojnë se vetëm të dielën do t'i gjejmë këtu, animatorët që vinë nga Italia janë këtu nga hëna deri të dielën, prandaj zgjidhni të qëndroni në Velipoja Grande Europa Resort sepse do arktohen jo vetëm fëmijës, por edhe nënat e dashura, ndërkohë që do të rriheqim vëmendje edhe për baballarë, lërin që ka të barin se bollo lodhën nëna duke qenë afër fëmijëve, megjithëse ato e kanë edhe për aktim. Grazie per la intervista. Grazie a voi, ciao. Po të pëlqej këtu? Po. U kënaqe? Po. Shiko, mua më vjen mirë që gjej babain, se gjithmonë nënat janë ato që thonë e kujdesim për fëmijët. Urdhëro babai se kujdeset. Faktikisht e kena si me thonë ty, si detyrim. Unë jam një besimit musliman, edhe jam praktikant. Edhe I ndani rolet në familje? I ndajmë rolet familje, edhe kena detyrim, e kena amanet për i Zotit. E ka provuar fëmija jot atje me animatorët të zhytet apo jo? Ja, faktikisht, ja, është i vogël pa dhe ka i fije fobi ujin. E ka fobi ujin? E ka fobi ujin. A i gjen kushtet, që edhe pse fëmija e ka fobi ujin, ti interesoti i ke kushtet? Pa, kushtet janë, jo kushtet janë, por ndoshta ma shumë se sa duhet, me ta thonë drejten, kushtet janë, por si kujdes. Kujdes dënë, qërë. Mas ti gjithë. Bravo që ke durim mirë. Faleminderit. Edhe luaj jo grua që të ka. Faleminderit. Ishalla. Faleminderit. E dëgjon këtë intervistë. Po patjetër. Ishalla dëgjon ajo. Ajo. Po do ta dëgjoj ajo mor, do ta dëgjoj patjetër. Faleminderit. Faleminderit. Pashim. Ja pra dashuria e fëmijëve për maskotët. Erdhi dhe një vajzë tjetër përqafoi maskotin, cili të pëlqen më shumë? Të pëlqen? E do? Si e ka emrin ky maskoti? Nuk e di. Si e ke emrin ti, nuk të njohin ty? Nuk flet dot, por nuk na del zëri aty. Hajde një herë, kush e përqafon maskotin tjetër? Kjo vajzë e vogël apo je rritur ti? Nuk merresh më me maskot. Shiko sa argëtim është, mami aty po na bën një foto. Të marrë pak pozicion mami unë? Jo, është vetëm fëmija. Okej, hajde të luajmë pak tu. A kemi fëmijë të tjerë që do vinë të maskotët? Temperatura është një çike larë, po maskotët durojnë, po durojnë këtu, nuk e kanë shumë problem. Është vajzë apo djalë këtu? Ta merre një. Dhe më bëj intervistë. Po më pëlqen shumë. Unë nuk e prita që kishte kaq shumë shërbime këtu, kaq gjëra të mira këtu. E kam me të vërtetë. Animatorët njerë më befasuan, po më befasoj dhe i babaj që po mere me atë fëmijën e vogël aty, edhe lëvizte. Faleminderit shumë, uroj që të argëtoni sa më shumë fëmijët, të tradhtoj kë. Ja, pa shumë mendova unë të paragjykova, të kërkoj shumë të falur, të duan edhe ty fëmijët, jo vetëm atë. Sa foto na ke bërë? Oj, se di, shumë. Na ke bërë shumë. Ti ke ardhur me fëmijë, megjithëse po më duket si një gocë shumë simpatike, po ti mos u thua që je edhe nën një herë. Me sa fëmijë ka? 3, me 3 fëmijë. Po. 3 fëmijë? 3 fëmijë. Tu modë jemi edhe këta. Të 3 janë fëmijët e tu. Bukur, nga ke ardhur? Nga Gjermania. Si ndjesh tu te resorti? Shumë bukur, shumë. Jena shumë të kënaqur. Gjithçka është në rregull, pastërtia, njerëzit që po kalojna. Po në pjesë e animatorëve fëmijët e tu me ato ushtrime? Jo, halo, është dita porçina orë. Okej, po pëlqejnë më shumë që të rrinë fëmijët tu? Po. Ndihesh i sigurt për ta, nuk është se i kontrollon se ç'bëjnë, ndihesh i sigurt. Po shumë se janë edhe këta stafi këto që po kujdesen, po këshyrin non-stop, pa është gjithçka në rregull, kështu që jam shumë e kënaqur. Okej. Ju falenderoj shumë, pushime të mbara këtu. Faleminderit.